që nga ky moment e në gjithë Kosovën do të ecin minutat mbrapsht për 16 shtatorin, momentin e vendimit historik. Ju lutem të zgjoni të gjithë në këmbë për të nderuar këtë moment, sepse është një moment historik deri në orët e sekondat e fundit të pritjes, kur çlirimtarët e kësaj toke të kthehen në tokën që e çliruan vetë, bashkë me gjithë ata që dhanë jetën për këtë vend. Kosova komplet. Ky ekran këtu është simbol i pritjes sonë në Prishtinë, por ekranet e ngjashme do të vendosen gjithandej Kosovës, sepse këto janë më shumë se ekrane. Janë një mesazh për familjet që presin, një mesazh për ata që janë në Hagë, dhe një mesazh për gjithë botën që Kosova nuk harron. Nuk harron kush luftoi, nuk harron kush sakrifikoi, nuk harron kush negocoi në Rambuje, nuk harron kush e siguroi ndërhyrjen e NATO-s, nuk harron kush e bëri Kosovën të lirë, të pavarur dhe të integruar në botë. Orët e zërshme në shoqënie janë ato orët epike që numërohen nga mrapa. Dhe ne po shpresojmë që me 16 shtator, ora e mrapsht do të filloj marrë, sepse kjo shoqëni ka nevojë për orët e bardha.